Në teatrin kombëtar të operas dhe baletit janë mbajtur homazhe për ndarjen nga jeta të aktores së njohur shqiptare Margarita Xhepa. Djali i saj, aktori Ndriçim Xhepa, gjatë fjalës së tij, tha se ëma e mbylli ashtu siç e donte Zoti. Ai ka thënë gjithashtu se ajo deri pak kohë para se të ndërronte jetë kishte një dëshirë të brendshme për të bërë një film pavarësisht se nuk kishte mundësi fizike. Të jemi sinqert, çfarë porosish mund të jepte? Kreu jetën e saj në mënyrë normale, pavarësisht se pati disa probleme tani javët e fundit të karakterit shëndetësor, të karakterit të pulmoneve, edhe lodhjet e vetë viteve bëjnë të vetën normale, por ajo kishte një natyrë të vetën të çuditshme, që kur binte muhabeti në momente të shkëputura, e thoshte që për në skenë nuk ka mundësi më. Kurse te filmi e kishte një dëshirë që të bënte diçka tjetër, por them se e mbylli ashtu siç e deshte Zoti, që roli i fundit që bëri me Spartak Pecanin në Bolero në Vilën e Pleqve, sikur përkoi edhe me jetën ashtu siç erdhi, edhe finalja e mbylljes së jetës së saj. Me sa duket, kjo ishte edhe perdja e jetës që mbylli si perdja e skenës, por rëndësi ka mënyra se si po respektohet sot nga figura të ndryshme, por edhe pafund njerëz që janë publiku i atyre që ajo ka lënë në skenë. Kjo është kënaqësia më e madhe që mund të marrin vetë familjarët, por edhe ajo në shpirtin e saj që sot largohet nga kjo botë, tha Ndriçim Xhepa. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.